Me një traditë konsoliduar në qytetin e Vlorës dhe mbi 25 vite eksperiencë, kantina Aulona Zanaj vijon të jetë një nga emrat më të njohur në prodhimin e verës cilësore shqiptare. E themeluar në vitin 1998 nga Shahin Zanaj si një mikrokantinë familjare, ajo është ndërtuar mbi pasionin për vreshtarin, për kushtimin ndaj cilësisë dhe respektin për traditën. Historia e kantinës nisi me hapa të vegjël në vreshtat e familjes në Veshdanisht, ku çdo proces nga kultivimi i rushit deri tek prodhimi i verës është ndjekur me kujdes maksimal. Sot, pas më shumë se 2 dekadash, kantina Aulona vijon të ruajë të njëjtën frymë familjare, duke sjellë në treg vera që pasqyrojnë historinë, traditën dhe pasurinë e tokës së Vlorës. Administratori i kantinës Shahin Zanaj thekson se vera e prodhuar nga Aulona është tashmë e pranishme në resorte, hotele dhe restorantet më prestigjioze të qytetit, duke u bërë pjesë e rëndësishme ofertës turistike të Vlorës dhe duke promovuar produktin vendas tek turistët shqiptar dhe të huaj. Kemi sjellë gjëra cilësore, që verat sidomos Chardonnay, Merlot dhe shesh të bardhë kemi shumë cilësor, edhe fal bashkëpunimit që punoj me një enologun. Kë furnizoni për kush ata më të interesuar? Më të interesuar detyrimisht nuk mund të flas me emra, por po vinë ajka e qytetit me rezortat me 4 yje, me 5 yje dhe lokalet e një fill të peshkut. Sa vite shkoi peshku? Kantina afërsisht më vetë 25 vjet në funksionim, dal nga dal ka arritur cilësinë e duhur që të përshtatet turizmit cilësor. Është e vështirë dhe është e vështirë. Goxha e vështirë, po tani ka vënë në vijë, sepse gjithë suksesin krahas familjes kam dhe marrë dhe enologun, kam 4 vjet që marrë për punoj me këtë enolog dhe jap shumë i kënaqur. Një rol të rëndësishëm në garantimin e cilësisë së verave luan edhe bashkëpunimi me enologun Nebi Hoxha, një nga specialistët më të njohur të këtij sektori. Ai ka përfunduar studimet në Universitetin Bujqësor të Tiranës, është specializuar në vreshtari dhe ekologji, si dhe zotron një master në cilësinë dhe sigurinë ushqimore. Përvoja e tij është pasuruar edhe me trajnime dhe specializime të shumta në Itali, një nga vendet me traditën më të zhvilluar të prodhimit të verës. Sipas Hoxhës, çdo varietet prodhohet duke respektuar karakteristikat natyrore të rushit, ndërsa synimi është që konsumatori të marrë një produkt autentik dhe me standarde të larta. Këtu jemi me sheshin e bardhë, rush autokton shqiptar i kultivuar në zonën e Veshdanishtit dhe i miksuar me pulës, por vreshtat e shamugjinit qendrës eksperimentale të Universitetit Bujqësor. Më pas, po me njëjtën varietet i kultivuar në zonën e shamugjinit, Merlot, i vjetëruar, i pabarrikuar në mënyrë natyrale. Surpriza e këtij sezoni është prezantimi i një vere të re Merlot, e cila pritet të jetë një nga produktet më të preferuara të kësaj vere, fal aromës së pasur dhe shijes së veçantë. Atëherë ky Merlot është surpriza e këtij sezoni, është rush i stabilizosur në pemë, në zonën e Kropishtit, të cilat janë vreshta mbi 70 vjeçar, në të cilën kemi arritur një përqindje gradë alkolike, mund ta quajmë të lartë, diku tek 15.5% alkool, e cila do jetë shumë shpejt në treg në të gjithë qytetin e Vlorës. Shpresojmë të t'ju pëlqejë dhe ta shijoni, ta degustoni sa më gjatë. Çfarë bën veçantë kantinën Aulona? Ju jeni specialist i fushës. Atëherë kantinën Aulona të veçantën e bëjnë sepse merret posaçërisht me rush autokton të kultivuar në zonën e qytetit të Vlorës, edhe njëkohësisht edhe shitja që bëhet në qytetin e Vlorës. Normalisht cilësia e fermentimit bëhet me temperatura të kontrolluara gjatë gjithë kohës, dhe më pas edhe stazhonimi, po e njëjta gjë është me temperaturë të kontrolluara. Përveç prodhimit të verës, kantina Aulona ka investuar edhe në zhvillimin e turizmit enogastronomik. Prej një viti funksionon ambienti degustimit, ku turistët vendas dhe të huaj kanë mundësi të provojnë verat e kantinës, të cilët njehen me procesin e prodhimit dhe historinë e secilit varietet. Vizitorët përjetojnë një eksperiencë të plotë, duke shijuar verë në një ambient tradicional, ndërsa njihen nga afër me kulturën e prodhimit të saj. Ky ambient është për degustimin e verave të shumëllojshme që kemi në kantinë, në të cilët degustohet nga turistat dhe nga vizitorët e huaj dhe të vendit. Ka? Patjetër që ka filluar, tani kam bërë kare një vit dhe jam i kënaqur. Kontributi i familjes Zanaj në turizmin e Vlorës nuk ndalet vetëm te kantina,
Së fundmi është hapur edhe taverna Ulona në Radhim, një biznes familjar që synon të promovojë gatime tradicionale dhe produkte bio të zonës. E vendosur në një ambient të gjelbëruar dhe relaksues, afër detit, taverna ofron mish të labëris, produkte të freskëta vendase dhe receta tradicionale shqiptare, të shoqëruara natyrisht me verat e kantinës Aulona. Synimi është të ofrohet turistëve një eksperiencë autentike, ku gastronomia dhe vera plotësojnë njëra tjetrën. Administratori Shahin Zana i shpreh se hapja e tavernës Aulona është një tjetër hap në mbështetje të turizmit, duke promovuar produktet vendase dhe mikpritjen tradicionale shqiptare. Detyrimisht të shërbejmë dhe në turizëm, në të cilin kemi një biznes tjetër që punojnë fëmijët, familjarisht. Në tavolinat e tavernës Aulona, mishrat e zgjedhur dhe produktet bio kombinohen me verat e prodhuara në kantinë, duke krijuar një ofertë të plot gastronomike për çdo vizitor. Taverna Aulona, çfarë ofron? Pajdaqe qonqi, pajdaqe gici, pajdaqe viçi, mikse zgare, mish i freskët, mish labërie nga zona lartë, dhe tjerat pastaj ka nga kuzhina ndaj. Pra, mish i gjithmonë në hell? Po, në hell, mish në hell, mish pajdaqe në zgar, pajdaqe prap bërgjolla viçi, bërgjolla gici, pajdaqe gici, pajdaqe qonqi, edhe mikse zgare me mëlqi zëmra çfarë janë këto. Cili është sekreti i pjekjes në hell? Sekreti i pjekjes është se do kone vetë çdo gjë. Tek ripa, tek prerja dhe tek to, paktën 2 orë to që ta pjeksh. Me të kënaqur klientët? Klientët të kënaqur, ja, se i kemi të gjithë, janë s'na ka, s'është ankuar në njëri dhe mishi është i freskët. Pra të gjithë? është i me kontroll me të gjitha mishi. I ka stampat, po do t'i shosh te frigoriferi, janë me stampa. I marrëm nga të kontrolluar nga shëndetësia. Me një filozofi të bazuar në kultivimin e kujdesshëm të rushit, prodhimin sipas standardeve më të larta, kontrollin rigoroz të cilësisë dhe karakterin artizanal familjar, kantina Aulona Zanaj vazhdon të mbetet një nga ambasadorët më të mirë të verës shqiptare. Rezultati është një verë që nuk ofron vetëm cilësi dhe shije, por edhe historinë, traditën dhe identitetin e Vlorës në çdo gotë.